Të gjithë flasin për diellën, ose diella ministri e parë në botë që e inteligjencës artificiale që u vendos online nga Shqipëria. Dhe unë doja që ta diskutoja ditën e parë që sapo doli lajmi, kam kryer një video, kemi bërë një video ku e kemi nxjerrë në Facebook, por këtu nuk e kemi folur asnjëherë dhe doja që ta diskutoja së bashku me ju sepse nuk flitet gjë tjetër veçse për diellën. Po thuaj në të gjithë botën, nuk ka lajm në mbar botën që nuk flet për diellën. Dhe së pari unë do t'i them ato që di, pastaj do të dëshiroj nga ana juaj ato që ju dini. Kush është rastësisht si gjithmonë dhe nuk e ka bërë ende le t'i bëj like faqes që shihemi sërish dhe i falenderoj që jemi për bashkë. Atëre, pikë së pari, diella është një avatar, kështu quhet, e krijuar me inteligjencë artificiale. E krijuar apostafat, me një fjalë ky avatar, apostafat për këtë. Çdo thotë kjo. Nëse keni vënë re, tani kohët e fundit, gjeni me qindra, ndoshta me mijëra forma të ndryshme të fytyrës apo të trupit të disa njerëzve virtual që i gjeni online. Bile kam vëre që kohët e fundit, dikur e kemi përdorur dhe ne në fillim në hapat e para, ka disa avatar që ti merr figurën e këtij avatari, pasi ti jep tekstin, ai të lexon atë tekst që ti ke dhënë. Dhe ti e bën në formë videoje, pra avatarin, atë njeriu që ai është vetëm si mund ta themi, është statik, rri aty, por ti duke i dhënë ato fjalë në bazë të tingujve, pra të shkronjave, ai lëviz ose ajo lëviz gojën dhe ty të duket sikur flet. Dhe kjo bëhet me inteligjencë artificiale sepse bashkangjit lëvizjen e gojës me ato fjalë që ti ke thënë. Tani, pse po e them këtë? Sepse tash do të dëshiroj një komentin tuaj, por unë mendoj që një avatar i tillë nuk është se kush e di se çfarë kushton. Normal që unë do të dëshiroj edhe nga ju çfarë mendimi keni, sepse mes nesh ka padyshim të ekspert. Por do t'ju them diçka, një surprizë të vogël. Para disa viteve kemi punuar për një projekt për një lloj aplikacioni. Dhe këtë është në dieni edhe një shoku ynë që gjendet në Francë, që ka punuar në digital, dhe ai po punonte për një projekt tjetër, ne kemi punuar për një projekt tjetër, dhe projekti që kemi punuar ne kërkonte shumë para. Dhe në një moment caktuar ndala sepse nuk mundesha për të vetmen arsye sepse nëse do dilje me një projekt të tillë ishe i detyruar që ti të kishe pas miliona euro që ta vijë në dispozicion, sepse nuk është vetëm që ta bësh në dispozicion, por edhe ta mbash projektin që mos rrëzohet, sepse ke shumë si mund të quhet konkurrencë atje jashtë, ata konkurrentët padyshim do të luftojnë në të gjitha mënyrat. Dhe kështu, po përveç kësaj kishte edhe probleme të tjera. Po pse po ja u them këtë? Se pikërisht në atë periudhë ne stafi ka krijuar një avatar. E kam akoma këtu avatarin. Një avatar i thjesht, u bë brenda një dite, një avatar siç e kisha menduar unë. Është një asistencë virtuale e një vajze me syze, me flok me bisht e veshur elegante dhe me pantallona me bluzë. Dhe ajo flet, pra lëviz dhe flet në bazë të fjalëve që ti jep. E thash edhe njerë, këtë e kam akoma, bile edhe promon e këtij aplikacioni ende është këtu, doja t'ja u thoshe këtë sepse na mori vetëm një ditë, ai që e programoi, djali që e programoi, i mori një ditë. Bile ai tha që unë, nëse i vjen tani, sepse nuk është puna ime, tha, po nëse i vjen, tha, ti më jep 18 muaj kohë dhe unë jam në gjendje tha që ta bëj komplet ashtu siç e do ti, sepse ajo ishte ideja. Tani pse po e them këtë? Sepse në një avatar të tillë, pra në një projekt të tillë si për shembull diella, unë mendoj që një programator i mjafton shumë pak, pra pak kohë, le të themi një muaj, unë them dhe më pak, por le të themi një muaj
për të krijuar një avatar të tillë. Dhe programatori varet se sa kushton, sepse varet nga çfarë programatori është. Njëkohësisht, pastaj janë dhe shpenzimet e tjera të cloudit, përveç cloudit, janë shpenzimet e tjera të arkives, ku do të arkivosh, të materiali që do vendosësh brenda, të fjalëve që do vendosësh e tjere. Pra, çdo të thotë kjo? Do të thotë që një projekt i tillë nuk ha më shumë kohë se sa 1 muaj, maksimumi 3 muaj, varet thash nga çfarë lloj projekti është. Në atë status që është ky projekt, unë them që jo më shumë se 1 muaj, megjithatë e zëm që është 1 muaj, por shpenzimi i këtij avatari është shumë i ulët. Pse po them këtë? Sepse kam lexuar qindra komente, kam parë disa intervista dhe disa bëjnë gabime, me fjalë, dhe ndoshta nuk është fusha e tyre, dhe kjo nuk është fusha ime, pa diskutim. Mirë po, unë u gjenda rastësisht në një projekt të tillë, dhe duke u gjendur në një projekt të tillë, bile ka dhe surprizat të tjera që nuk mund t'i them dot tani. Do vi koha që unë do t'i them këto surpriza, sepse do të dëshiroja që Shqipëria të mund të na ndihmonte me këtë projekt, sepse ishte i dedikuar një projekt shqiptarëve, për shqiptarët, për Shqipërinë. Nuk ka problem, sepse do vi momenti që do bëhet kjo, pra që unë jam i bindur që projekti do bëhet, do vi një ditë, mirë po më erdhi shumë keq atëherë, sepse Shqipëria mund të na jepte një ndihmë për ta vendosur këtë projekt në akt dhe si përfundim që të mbahej projekti. Pra kishte një bazë ekonomike shumë të fortë që nuk e përballoja dot vetëm. Dhe po thoshja që unë u përballova me këtë dhe e pash. Pra di se si mund të krijosh një avatar. Njoh programet, ke dhe programet e gatshme që i kontrollojnë, por unë do t'i them vetëm një gjë. Ti mjafton që ti të pagosh një avatar ose një që krijon avatare, për shembull janë disa software online që mund t'i krijojnë, vetëm mjafton që ti t'i japësh disa informacione. Për shembull, i jep karakterin, më falni, si quhet, njeriu. Pra jep karakterin e njeriu, si duhet jetë njeriu, ose ja jep me video, ose me foto, ose e krijon nga hiçi, diçka që ti dëshiron. Mirë po, kur e krijon me foto dhe video nga një njeriu origjinal, siç për shembull doli Xerave me diellën, del më real, pra më real avatari. Dhe doja t'ju thosha me këtë që kam lexuar shumë komente për sa i përket avatarit dhe kjo është pika kryesore që unë doja të flisja për sa i përket krijimit të avatarit. Kurse numër 2, do dëshira një komentin tuaj për këtë që fola tani, dhe pika 2 është e përmbajtjes, pra çfarë bën avatari, çfarë këshillon avatari dhe kush është detyra e avatarit. Nuk diskutohet që në një të ardhme do ketë shumë pjesë inteligjencë artificiale në projektet shoqërore, politike, etj. Por ne jemi ende në hapat e para për një projekt të tillë. Ja u garantoj këtë, kemi thënë edhe një herë, po unë do ta përsëris edhe një herë, jemi në hapat e para sepse është qesharake që të mund të vendosësh diçka që nuk është ende në nivelin e duhur. Do t'ja them se si, nuk ka nevojë që të vësh një fytyrë që ta quash diella, kur ka disa projekte që ato projekte seleksionohen nga inteligjencë artificiale. Pra një inteligjencë artificiale që i seleksionon që në fillim, që është vetëm dora e parë, sepse pastaj duhet jetë njerëzor, është e pa diskutuar kjo, por dora e parë që seleksionon të gjitha projektet, sepse kërkon nëse pikat që ti i ke çuar janë të sakta ose jo. Dhe inteligjenca artificiale mund të lexojë që të gjitha rreshtat për të kuptuar nëse ka dhe gabime ortografike ose gabime që nuk janë në një linjë me projektin që kanë bërë kërkesën. Pra, për momentin, një gjë e tillë mund të jetë edhe pa fytyrën e diellës, sepse mund të jetë e thjeshtë. Megjithatë, duke qenë edhe fytyra e diellës e bën më intrigante dhe më komplet, le të themi, këtë projekt. Por
që e përsërisë një që të thuash në disa intervista që vura që një projekt i tillë që dikush kishte kërkuar edhe me inteligjencë artificiale ose me chat GTP që të kuptonte nëse sa mund të kushtonte ky projekt e tjerë, unë e përsërisë një projekt i tillë është me të vërtet në hapat e para. Jo vetëm në hapat e para, normal që dikush nga të thotë, por mi hapat e para sepse jemi të parët. Jo, është krijuar dikush tjetër ka krijuar avatarët dhe ti ke marrë vetëm resursin, ose si mund të quhet atë pjesën tjetër, sepse brumi është diku tjetër, është një programming, pra zemra, ose si mund të quhet skeleti i këtij avatari, dhe ti ke mbushur këtë avatar me fytyrën e një aktoreje, me kostume tradicionale, me fustan e tjerë. Pra, duke e veshur në këtë formë, ti i ke dhe një identitet tënd, por një avatar i tillë, siç që përsërisë edhe një herë, mund ta gjesh në të gjitha rrjetet sociale sot kudo. Megjithatë, unë thash, do të dëshiroj një komentin tuaj, ju çfarë mendimi keni për këtë asistenten e re virtuale ose ministren e re virtuale shqiptare që po flitet gjithandej në barë botën, dhe nëse keni dhe eksperienca pra të kësaj faqeje, ku futeni në e-Albania, ku gjendet kjo ministër për momentin, dhe nëse keni patur eksperienca, çfarë lloji eksperienca që keni patur, nëse janë mirë apo keq, apo jeni të kënaqur ose jo. Një komentin tuaj, kështu që le ta diskutojmë. Pres, hajde, natën.